Edhe në ditën e tretë në protestin e banorëve të fshatit Baksiriol në Velipoj nuk kanë munguar përplasjet fizike mes banorëve dhe policisë. Gjithashtu një 63 vjeçar gjatë kësaj përplasje u rrëzua në tokë, ishin vetë banorët e zonës që i dhanë ndihmën e parë pasi ambulanca vonoi për disa minuta. Banorët shprehin se do vijojnë me rezistencën e tyre teksa do i drejtohen dyerve të SPAK për të kërkuar zgjidhje. Kjo protestë nuk do të mbarojë. Menim të Zotit, do bëhet i plan. Nesër do të shkojë te dera SPAK-ut. Nuk kena protestë me derën e SPAK-ut. Nuk kena punë me SPAK-un. Janë 80 shtëpia që janë të daluna fare. Janë 80 shtëpia që janë dalun fare. Tu punojnë 20 skavatora, qëri popullin si pëjshini vetë. Ashtë s'pa këna nevoj me i dhonë media. Unë i lutem edhe herë në media, mu bërë gjakë kësaj polici, që him vetën polici. Po na kapitin gjithë pasurën e unë. E dinama, e Bashimulaj, e Fatmir Shpella se ka ai, po na kapisin gjithë pasurin tonë. Anin, çfarë do bëjmë na? Thjesht jena paqësor, kërkojmë këtu jena sot, këtu do të jemi, nesër do të jemi. Të gjithë që shep këtu, nesër janë në SPAK. Në SPAK do kërkojmë kallëzimi, si është bën me kallëzimin që kena bën në mars të vitit 2025. Nuk na ka thirrë kush, nuk na ka sqaruar kush. Ne kemi çu provat tona dhe i kena dhënë në SPAK. SPAK-u nuk na është përgjigj. Nesër do jem gjithë si fshatar, të gjithë para SPAK-ut për të kërkuar se si është vepruar deri tani me këto që ne kemi bërë kallëzim. Banorët vijojnë të protestojnë për 3 ditësh për ndërtimin e resortit në zonën e Baksiriol të Velipojës.